Në Galerinë e Arteve Gurimadhi është çelur ekspozita Gjurmë drite formë jete, një bashkëpunim artistik mes skulptorit Vladimir Topi dhe piktorit Gentian Zeka. Ekspozita sjell për publikun një ndërthurje të veçantë mes pikturës, grafikës dhe skulpturës, ku drita, forma dhe emocionet komunikojnë në një dialog bashkëkohor artistik. Sipas organizatorëve, veçantia e kësaj ekspozite qëndronte plotësimi reciprok i gjuhës artistike të autorëve. Nëse veprat e Vladimir Topit përfaqësojnë trupëzimin e formës, grafikat e Gentian Zekës shihen si hartëzim i energjisë dhe lëvizjes së saj. Kjo marrëdhënie krijon një rrjedhë artistike që bashkon skulpturën me gjurmën grafike në një harmoni të veçantë vizuale. Besoj se është një njëjti koncept, kjo na bashkon, duke kërkuar formën, si në grafikë, si në skulpturë, aty ndoshta mungon vëllimi, po koncepti është i njëjtë. Ndërsa skulptura është po i koncept, por në trajt tjetër. Kjo është. Dhe është një bashkëpunim domethënë që ka lindur para 20 vjetë. Me Gentianin, është ekspozitë e dytë që hapim bashkë me Gentianin, e para ka qenë në Pogradec, dhe ajo ka qenë një ekspozitë në këto trajta, po si vjetër, ndoshta është më e plotë. Gentiani ka rreth 65 grafika, unë kam rreth 16. Si numër. Ekspozita Gjurmë drite formë jete do të qëndrojë hapur për ardashësit deri më 27 maj në Galerinë Gurimadhi, duke kthyer këtë hapësirë në një pikë takim të rëndësishëm të artit bashkëkohor në Korçë.